Në LDK nuk është deponuar asnjë nënshkrim deri më tani. Proceduralisht janë të lirë 1/3 të delegatëve të kuvendit kur do që dojnë, sa herë që dojnë të deponojnë nënshkrimet për thirrje të kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s. Përmbajtësisht, për ne dhe për kryesinë e LDK-s, zgjedhjet e rregullta të LDK-s mbahen në afate të rregullta, ato janë vitin e arshëm, pra nuk ka distancë largët kohore dhe për më tepër përmbajtësisht LDK ka dalë prej një kuvendi të 31 janarit dhe një parti serioze nuk matet me sa herë një pakicë çfarë do qoftë ajo dëshiron të mbajë kuvendi, po sa i respekton vendimet e veta. Gjithsesi, zotohem dhe këtu para jush dhe para gjithë tjerëve që sa herë që deponohet ndonjë nënshkrim, çfarë do qoftë, ai do ta thras më një herë sipas rregullave statutare dhe kuvendin në fjalë dhe natyrisht vendimet e kuvendit janë demokratike, as jemi të përhershëm, as jemi të qëndrojmë me forcë, janë vullnete të lira demokratike, i lirë ka qenë dhe vullneti të 31 janarit. Natyrisht do të dëshiroja që LDK-ja të merrej sa më pak me çështje që ndajnë LDK-n. Pra nuk i dëshiroj ndarjen e LDK-s. Besoj që kur kemi pas një kuvend para disa kohe, tani kemi nisma le të themi të njanshme, nuk i bëjnë mirë LDK-s, po për këtë çështje do t'jap qëndrim momentin e parë që të kemi deponuara, pa i pasur deponuara, s'mund të flas për çdo gjë. A ishte kjo temë në vend dorëheqje me çfarë keni humbur sipas zgjedhja, a është e udhës mbase çoni perë dhe ka jep një perë të partisë dikujt tjetër me se rezultate të pas zgjedhjeve nuk kanë ato shikim për këtë. Jo. Zotëria Abdigjiko, munguan disa prej anëtarëve të kryesisë. A na tregoni se ju ka njoftuar paraprakisht që nuk do të marrin pjesë, dhe ishte kjo temë diskutime edhe në këtë mbledhje të Jo, kryesisë? gjithë anëtarët marrin pjesë gjithherë, por vendin e kanë këto. Pra anëtarët e kryesisë kanë vendin kryesi, kryetarët e degëve kanë vendin te kolegjiumi i degëve. Përderisa diskutojmë brenda organeve të partisë është e mirë, përderisa bëjmë luftë publike jashtë, atëherë s'ka arsye as thirremi që jemi institucionalist vërtet. Institucionalizmi duhet të jepet me shembull. A keni pasur ndonjë komunikim me ata që kanë kërkuar dorëheqjen tuaj? Shqoni, patjetër, është legjitime të kërkohet një gjë e tillë, dhe është legjitime të respektohet vullneti i shumicës. Dhe është shumë ta kuptoni se ne këtu s'po qëndrojmë me forcë edhe me zor. Është vullneti i antarësisë LDK-s para asaj, kurse është vinë tjerë. Shpresoj që punojnë më mirë, misioni ynë është ta marrim LDK-n nga një pozitë e rëndë, ta lëmë më mirë se sa që e kemi gjetë. Kaq është misioni ynë, tjerat janë të parëndësishme.